Të dashur miq të DTV Media, po takohemi edhe sonte bashkë në Thuhet. Si fillim, lejoni t'i bëj si gjithmonë falënderimet për sponsorët e emisionit. Një falënderim shumë i madh për Autoshkollën Progresi që ndodhet në qytetin e Ferizajit, po ashtu në qytetin e Ferizajit ndodhet dhe Brilliant Dent. Faleminderit për gjithë suportin që e keni ndaj emisionit tuaj. Tani po kthehemi tek mysafiri për sonte. Unë kam kënaqësinë e madhe, kam privilegjin ta kem profesorin e nderuar Jeton Pustina që vjen nga Tetova e bukur. Profesor, mirë se erdhe edhe faleminderit që i the ftesës, po kemi mundu pak me arë nga Tetova, po për neve është shumë deri i madh për me të pas në studio. Kënaqësia është e imja, unë kam ardhur me kënaqësinë më të madhe dhe ju përgjigja normal ftesës tuaj, sepse edhe ju kam ndjekur, edhe kam një respekt të veçantë edhe për ju edhe për televizionin tuaj. Faleminderit profesor. Kemi pa në shumë dalje në Maqedoni, kemi pa në shumë dalje, po nuk që keni folë shumë për jetën e ju keni mbi 30 vjet. A fillojmë flasim mbi një familje të profesorit dikur? Po, e di që do të shpej shumë brava. Sigurisht që prezentimet e mia kanë qenë kryesisht rreth aktiviteteve dhe institucioneve ku kam punuar dhe shumë pak ose shumë rrallë kam biseduar rreth të kaluarës sime, familjes, fëmijërisë e kështu me radhë. Dhe sigurisht do të flasim me ashtu siç e keni planifikuar ju, edhe ashtu dhe do ta realizojmë edhe këtë emision. Okej, atë flasim mbi një familje të profesorit dikur. Çka kujton për asaj familje dhe tregon gjithë qatë periudhën tënde? Se unë e gjithë se ki shumë qka për me thonë këtë pjesë. Unë kam pas një fëmijëri të lumtur, rrjedh nga një familje intelektuale dhe një familje ku kam bizotëruar, do me thonë, respekti dhe lumturia. Nga një baba që ka qenë mësues i gjuhës shqipe, nëna ime motër medicinale, një familje që kemi qenë ekonomikisht mesatar, si shumë të tjerë, por mbi të gjitha, si që thash në fillim, ka lullzuar lumturia. Faktikisht kemi pas një harmoni të jashtëzakonshme, jo vetëm në familje, por edhe në rrethin më të gjerë, por kjo falë sakrificës dhe mundit më të madh të prindërve. E veçanërisht të ndjerit babait tim, i cili përveç se ka qenë një profesor i gjuhës shqipe, si që thash, ose mësues, ka qenë edhe një ardashës, por edhe një njeri që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në artin e qytetit tim. Këtë e ndërlidhi sepse ai si fëmijë, do me tha në moshën 9 vjeçare, mua më merr në shoqërinë kulturartistike Xhelatin Zeqiri dhe më kyqen në seksionin e dramës. Faktikisht prej atëherë unë kam filluar të marr pjesë në shfaqjet për fëmijë, shfaqje teatrale, por edhe incizime televizive. Edhe në të njëjtën kohë, prindi na merrte bashkë me vllaun tim, se kam edhe një vlla 2 vjet më të vogël, na dërgonte në aktivitete kulturore, qoftë teatro, qoftë muzikë serioze, qoftë baletet që ndodhshin në Shkup. Faktikisht jo se ne kishim ndonjë dëshirë si fëmijë ose ndonjë na lente për shtypje, mirë po tani e kuptojmë sepse ai ka deshur ta mbjellën artin dhe kulturën tek ne. Frytet të cilët ne sot e kësaj dite i shijojmë dhe merita më e madhe është sigurisht i të ndjerit prindit tim, i cili jo vetëm në kulturë, por edhe në sport, edhe çdo gjë tjetër ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm dhe unë sado që të bëj një jetë, edhe të kisha bërë në jetë, ende jam në hijen e atij. Shumica më njohin si profesor Jetoni, por në qytet ende më thirrin si djali i shpendit. Okej. Çka kështë veçu në atë periudhë? Që shë vetën, do me thonë, në disa detaje të rëndësishme që kështë dashme ndodhë sot, kur këthesh profesor me menu, diçka, ka një detaj, se ajo që ka the, familja ju të ka qenë lumtur, ke qenë i rrëthum prej shumë njerëzve që kanë vlerësuar, kanë dashur. Po nga fëmijëria ime edhe shumë i dashur që je sot. Nga fëmijëria ime çka do mbaj mend? Do mbaj mend sepse më shumë jemi shoqëruar, kemi pas më shumë shok, më shumë shoqe, kemi luajtur në oborre të shtëpive, kemi luajtur më shumë futboll, kemi luajtur më shumë basketboll, nuk ka pas telefona, nuk ka pas rrjete sociale. Në fakt të gjithë fëmijët çka mbaj mend, shkojshim të ham bukë të shtëpia e njërit, mandej vishim te unë, po flenim të gjithë të një tjetër, e kështu me radhë, shkonim në lumë, merrnim na pregatitnin senduiça me djath prej shtëpi, edhe ato momente të paharuara që sot nuk i shoh te fëmijët e ditëve të sotshme. Në fakt ka shumë elemente të cilët për fat mirë janë shumica
shumë të mira dhe që i mbaj mend dhe i rikujtoj. Faktikisht, me shokët, me familjarët e mallës, me shokët e klasës, e kështu me radhë. Në fakt, më vjen shumë keq që fëmijët e ditëve sot nuk e kanë atë fëmijëri që e kemi pas ne. Nuk them që e kemi pas rrugë të shtruar me lule, edhe ne kemi pas probleme, prindet tanë kanë bërë sakrifica, nuk kanë pas çdoherë mundësi të na plotësojnë të gjitha dëshirat, mirë po lumturia ka ekzistuar tek ne. Lumturi kemi pas. Tani, do me thënë, ndryshojnë kohrat, edhe ne mbasi punojmë edhe me gjeneratat e reja, mundohemi diçka të përçojmë edhe atyreve, të tregojmë se më përpara, me të vërtet më mirë ka qenë. Mundet tani kushtet i kanë përjetes shumë më të mira. Mirë po, atë dëshirën për dëshirën, lumturin, unë nuk e shoh të shumë fëmijë si që kemi pas ne më herët. Kjo pjesë besoj që nga mungos të cilët? Lumturia, pjesa e fëmijërisë, sinqeriteti që kemi mujtë në atë kovër për me bazë. Sigurisht ashtu është sepse ndryshojnë kohrat, teknologjia ecën me hapa gjigant, fëmijët janë lidhur shumë me teknologjinë, dhe me thënë me informacionin, mundet edhe dinë edhe shumë më shumë edhe se ne, mirë po hapat, jeta ka filluar kalon me një shpejtësi të jashtëzakonshme marramendse, sa që edhe nuk e kupton se sa shpejt rriten edhe fëmijët, por edhe sa shpejt kalon koha. Më duket se ma viteve ma përpara, shumë gjatë shkonte ta pritshim vitin e ri me vitin e ri të ardhshmin, tani vinë si shirit filmave, edhe kur i shohësh edhe kanë kaluar edhe vitet. Mirë po kjo është pjesë e jetës së sotshme. Profesor, flasim mbi rrugën drejt dijes. Edhe kjo pjesë besoj që është shumë e rëndësishme për juve. Unë me muzikë... Se menoj që që e fillon gjithë shka mande... Në fakt, në shkollë fillore jam regjistruar edhe në shkollën e fillore të muzikës, në instrumentin e kitarës. Pre aty kam filluar ato hapat e para sa i përket jetës artistike. Si që thash, paralelisht kam marrë pjesë edhe në aktivitetet e shoqatës Xheladin Zeqiri në seksionin e dramas. Mandej regjistrohem në shkollë të mesme të muzikës, edhe aty vetë se e marrë atë orientimin ose rrugën profesionale, edhe aty kam vendosur me çka do merrem në jetë, sepse kam pas dilema ose me sport ose me art, edhe shifsha të arsyeshme që me art mundet të arri pak ma shumë se sa me sport, edhe mbeta dashamirës i madh i sportit, mirë po në art profesionist. Edhe u regjistrova në shkollën e mesme të muzikës, përveç drejtimit teorik edhe në instrumentin e kitarës, edhe pianon e kemi pas instrument, mandej fillova si thash edhe ma profesionalisht merrem me muzikë, nga seksioni i dramës në shoqatën Xheladin Zeqiri u shkova tek seksioni i muzikës. Aty fillova ti marrë edhe njohuritë e para rreth traditave tona, folklorit ton, këngës së bukur qytetare shqipe, paralelisht mësimeve që i kishim në shkollën e muzikës, edhe sikurse fillova të lidhem shpirtërisht me atë shoqëri e cila është simboli i qytetit të Tetovës. Duhet ta ceki edhe këtë se shoqata Xheladin Zeqiri është shoqëria e vetme e cila ka funksionuar para viteve 90 në qytetin e Tetovës, sepse edhe historia jon personale, edhe imja, edhe shumë të tjerëve është e lidhur me këtë shoqatë dhe nuk mund absolutisht ta lëm anash. Faktikisht ka qenë shoqata e vetme që ka funksionuar. Intelektualët, artdashësit, patriotët tetovar e kanë pas një fole, që është quajtur shoqata Xheladin Zeqiri. Aty mandej kanë funksionu njerëzit që kanë themelu teatrin e Tetovës, galerinë e arteve, janë aty themeluesit e Universitetit e Tetovës, klubit futbollit Shkëndia, klubit të voleybollit Shkëndia, mandej në gjenerata pak më e re, jemi themelues të ansamblit këngëve dhe valleve popullore, ansamblit muzikës serioze në Tetovë. Do me thonë, edhe unë, edhe shumë të tjerë, kemi qenë të lidhur në atë shoqëri. Dhe faktikisht aty jemi ndërtu si njerëz. Derisa ajo shoqëri është bo shtëpia jone e dytë. Dhe çdo gjë që kemi arrit në jetë, do me thonë, faktikisht ka qenë edhe merit e të gjithë atyre njerëzve të cilët kanë funksionuar aty. Pasi e mbarova, tani do bëj pak shkëputje, po do ndërlidhem me pyetjen. Pasi e mbarova shkollën e mesme të muzikës, në fakt u regjistrova në fakultetin e muzikës në Shkup. Edhe aty faktikisht i kalova 4 vite,
me sukses sigurisht, duke mos i ndërpre aktivitetet. Si që thash, paralelisht ka shku shkollimi, paralelisht kem dhënë kontribut në aktivitetet kulturore. Por tani jo vetëm në qytetin e Tetovës, por edhe në Shkup, duke u kyqur edhe në shoqatat që funksiononin në Shkup. Mbase ne nuk kishim në atë periudhë shqiptarët institucione si që kemi tani. Dhe pa më mos e mbaru fakultetin, faktikisht i mbarova ligjëratat e vitit 4, më njerë më dha mundësia të punësojmë në shkollën e mesmet muzikës, nga aty edhe ku dola, pa mos i mbaru provimet e vitit 4. Faktikisht unë jam punësu nga mosha 21 vjeçare në shkollën e muzikës, e sot e kësaj dite e kam si vend pune. Si vjet i bëj 22 vjet që punoj në atë shkollë. U riktheva në shtëpinë time përsëri, edhe atje përveç se tani jepja kontribut, mu dha mundësia që edhe vetë të jem organizator, të jem menaxher, të jem ti organizoj ato fëmijët, të formoj një kor, të formoj një orkestër, edhe të prezentohem, ta prezentoj qytetin tim, jo vetëm në datat të cilët janë tradicionale dhe ne shqiptarët i festojmë, por edhe jashtë qytetit të marrim pjesë në shumë festivale, në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, mandej vazhduam edhe gati në të gjithë Evropën, e kështu me radhë. Dhe unë jam shumë krenar për gjithat që kam arrit në aspektin e shkollimit, mos e harroj se mandej kam regjistruar edhe masterin në Tiranë për muzikologji, edhe atje kam kalu në Tiranë në 2 vite, kisha mundësi edhe në Shkup, po e zgjodha Tiranën, mbasi zemra më thonte, në Shkup i bona 4 vjet, shkoj pak edhe ka Tirana, jo se sigurisht që do mësojmë diçka edhe ma shumë, po pak të kyqemi edhe në jetën kulturore atje, pak të përshtatemi edhe me mentalitetin e vëllezërve tanë atje, të shumë e kisha që të jem pjesë edhe jetës kulturore, të ndjeki edhe aktivitetet atje, dhe i gjithë shkollimi im ka qenë paralelisht i lidhun edhe me aktivitetin tim kulturor, i cili sot e kësaj dite vazhdon, dhe unë mendoj se sa do pak kam lanë një farë lloj nishani, shenje në jetën kulturore edhe të qytetit tim, por edhe të shqiptarëve të Maqedonisë. Shumë e bukur, një përmbledhje goxha e mirë dhe e bukur. Po nuk më përgjigje në këtë rrugtim, ke pas dikan që të kanë mbështet fuqishëm? Sigurisht, do me thonë, udhërrëfyesi dhe mbështetjen më të madhe ka qenë prindi im, do me thonë, prindi im i ndjerë, sepse ne si fëmijë nuk jemi edhe të vendosur, por edhe nuk dim çka duam. Në qoftë se i pyesish djemtë e moshës, do me thonë, sot, do me thonë, të gjithë dhe duan, 90% duan bëhen futbollist, sportist, shumë pak, ose të vazhdojnë me këto, me informatikën e gjëhet të tjera. Mirë po prindi e ndjen dhe e din ma mirë se çka duhet për një fëmijë. Mandej tek unë është edhe tradita familjare, sigurisht. Unë e rrjedh nga një familje të cilët tradite kanë pas arsimin dhe kulturën. Gjyshi im ka qenë mësues. Do me thënë, gjyshja ime ka qenë mësuese. Ne kemi pradi nga Dibra. Dhe në atë periudhë, Ministria e Arsimit, fakt edhe gjyshen i merë që të lëvizin në për qytetet të ndryshme, për të arsimu, për të dhënë mësim në zonat ku kanë munguar mësuesit, dhe ka qenë gati analfabetizmi i madh. Faktikisht gjyshja dhe gjyshi im fillojnë në Struk, japin mësim Manastir, në Kërçov, në Gostivar, në Kumanov, në Shkup, dhe fundi afër pensionimit i kapën në Tetovë. Aty dhe mbetet familja jonë, dhe do me thanë, faktikisht zgjerohet. Lindin fëmijët e tyre, lindim në niprit dhe mbesat, edhe sigurisht në qoftë se në familje e ke atë tradit, shumë ma let do të ecin punët, edhe faktikisht rrugën do e kesh pak ma let, se sa për shembull rrjedhish nga një familje me tradit sportive, edhe jo se s'ka raste të tilla, por në sport do jesh pak më i suksesshëm se sa në drejtim tjera. Kjo është një fakt i pamohueshëm. Nuk do me thënë që nuk mund të jetë i suksesshëm edhe në drejtime tjera. Por ja që tek unë është respektuar tradita, edhe unë e kam respektuar atë udhëzimin e prindit tim. A mendon që ka qenë imponim pak sa i përket kësaj? Abe mundet është edhe imponim, mirë po nga pikpamja e sotshme, unë e them shumë mirë që e kam dëgju prindin. Në atë periudhë mundet e në ka qenë, unë mundet të kom desh bëhem futbollist. E kom pas në ndër të bëhem futbollist. Edhe kam luajtur çdo ditë futboll me shokët e mahallës, kam ushtruar edhe futboll, mirë po me kalimin e kohës e vërtetoja se nuk mund të bëhem futbollist i suksesshëm.
Dhe si kurse mos e kisha ndëgju prindin tim, unë shatë vazhdoj me futbol dhe aty do mbaron të çdo gjë. Mirë po, nga pikpamja e soshme them edhe një herë, sigurisht që nuk kam bo gabim, edhe shumë mirë që e kam dëgju prindet. Edhe bile u jap këshill edhe nxënësve, edhe fëmijëve, edhe studentëve, domethënë fjalën e prindit mos e udhni. Ndëgjoni një herë, ndëgjoni dy herë, mani përsëri ju do vendosni për veten. Mirë po, ndëgjoni një herë. Po ka shumë të tjerë që vendosin edhe për veten e vet, po ditës. Po mirë, edhe ashtu është mirë, nuk është keq. Unë e flas nga shembulli im. Po, e kuptoj, po këtë radhë domethënë ju e keni dashur shumë këtë profesion se po sigurisht e kam dashur edhe, domethënë sigurisht e kam dashur në momentin që dalish për herë parë në skenë. Dhe e merr aplauzin e parë dhe shohësh se njerëzit fillojnë edhe të njohin, ti faktikisht infektohesh, kjo si një lloj sëmundje. Po, e bën më ashtu. Edhe normal, edhe te unë ka ndodhur e njëjta. Edhe kur e shes se dalish në televizion, ka një inqizim, fëmijët, shokët, a duket interesante? Edhe atëherë duket... Tani jo, shumë nuk më le shumë për shtypje, mirë po sigurisht që ndjem fillime shumë. Më tani që një krenari e jashtëzakonshme. Eksperiencë me media, me televizionin. Ajo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme kur thotë shoku i klasës ose ndonjëkush në rrugë, thonë e të kom pa në televizion. Ajo ishte domethënë nuk di si ta përshkruaj. Edhe sigurisht më lidhen të gjitha këto, edhe faktikisht... Shëpër jetë ishe mandej? A ishe... Mandej, jo, mandej... Bëjtë në shalë ku më disa për shtypjet me dojnë? Jo, gjdo herë jo mundu të si me kamët në tokë. Nuk është, jo se është mirë, sepse ne tani japim shembujt edhe të të rritë. Sa do që të arish njëjtë, sa do që të bësh diçka. Përsëri duhet t'jesh vetvetjen, përsëri duhet mundohesh t'jesh i njëjtës me të gjithë të tjerat. Pavarësisht se unë mund të kom hapësirë shumë mediume, njohë njerëzit, dalje, festivale, kom pas edhe pozicione, kom udhëheqje dhe institucione, kom të... Përsëri duhet të jesh ai që të mbajnë mend njerëzit, domethënë. Çka ka bë këtë aspekt me kon kaq i pjeshtë dhe kaq i dashën? Po ka të bëjë edhe edukata familjare, se njëtë ka qenë në prindi im. Edhe ka qenë njëri shumë i popularizuar, ka qenë bohem i qytetit, njëri që është marrë aktor amator, se ka qenë mësuesi gjuhës shqipe, komentator i parë sportiv, domethënë gazetar sportiv, njëri që e ka njohur të gjithë shqiptarët e Maqedonisë dhe çdo herë ishte i dashur dhe i këndshëm, dhe asnjëherë nuk ishte mbi të tjerët. Dhe ajo ka të bëjë pak edhe me gjenin, ka të bëjë pak edhe me edukatën, edhe nuk ka nevojë pse. Edhe para neve kanë bërë njerëzit shumë ma shumë, edhe mbas neve do bëjnë shumë ma shumë. Dhe duhet ta dimë se jemi më të mirët. Për momentin na është dhënë shansa dhe bëjmë diçka dhe jemi një farë lloj shembulli. Mirë po, asgjë as fillon, as mbaron me ne. Këtë kom këtu të mbjellur. Çka ke marrë prej babit tan? Çka marrën si pesar, si aksesor shumë të rëndësishëm në jetën tënde? Si njeri që ka qenë shumë i dhënur mbas artit, e shoh edhe këtë vetvetja se e kom, njeri shumë këmbgulës dhe njeri i dashtun për rrethin dhe bohem. Njeri që i kishe qejf edhe kafet, njeri që i kishe qejf edhe institucionet kulturore, njeri i cili ndiqte të gjitha aktivitetet sportive dhe kulturore, por normale shifshe non-stop edhe me shok. Po këshilla? Mendimet? Po, shife, nuk jon ato raporte, ne nuk i kemi pas ato raporte me prindet si që i kanë fëmijët e sotshme. Sigurisht. Ne jemi frigu prinderve. Ne merrshim vesh që do në të se prindi me një të pame, jo me fjalë. Ashtu ajo dhe unë e kuptojsha që do në të thasë ajdo me thonë. Fjala ati ishte liq, edhe këtu mbaron të çdo gjë. Dhe sigurisht kemi pa se nëpërmjet aty në po edhe sjelljeve, edhe fjalëve, na kanë desht më të mirën, edhe për atë arsye, në qoftë se unë sot thash edhe njerë kam arrit diçka, nëse kam arrit diçka njerë, sigurisht që merita është sigurisht edhe prindërve. A do të më kanë, do me thonë, meq me prind? A menon? Se në që pjesë nga ka mungu se cilit? Neve nga ka mungu, ne s'kemi mund të jemi miq me prindet. E ke para, unë flas për vete, për familjen time. Prindi ka qenë prind, ti ke qenë, e ke pas vendin tënd ku është. Ndonjëherë edhe ngatrohen këto punë. Ti mund t'jesh i afërt, bësh mik me prindin, po jo të ndrojnë rolet e ne të ngatrohen punët, se shumë në kohë të sotshme ka shumë paqartësira ndërmjet raporteve fëmijë-prind, sepse punojmë me fëmijë. Ka raste kur prindet me fëmijët, jo se nuk flasin, kthehet fëmiu prej shkolle në shkon ke dhoma vet, nuk e takon prindin.
Ose prindi interesohet, është baba poshtë, nëse ka dalë baba zbret poshtë, më të kanë shumë raste, ikin, nuk ka ballafaqime. S'ka, por edhe prindet kanë një farë lloj. Sot edhe prindë janë ndonë shumë as profesionit punës, nështë edhe nuk kanë shumë kohë për fëmijët e tyre. Krejt është kjo jeta intenzive që na ndodh të gjithë neve. Të gjithë edhe se nuk mund edhe t'ja kapim hapin. Për shkak ndodhin edhe këto devijime, ndodhin edhe këto pengesa, ndodhin edhe këto gjëra të tjera. Edhe faktikisht çdo gjë është duke ndryshuar një jetë. Kuptoj. Domethënë për fat mirë, unë personalisht e kom jetu edhe atë fëmirin e lumtur time që e thash, por edhe tani punoj me atë moshë fëmijësh të cilët nuk jetojnë si kemi jetuar ne, kushtet i kanë shumë atë mira se ne, por nuk e kanë lumturinë që e kemi pas ne. Profesor, po flasim më shumë për artin, se unë kur shoh edhe, domethënë edhe jashtë televizionit, kur flet mbi artin, ty domethënë vjen një nor krejt tjetër. Që është nisi kjo rrugë, edhe ka qenë shumë e vështirë për me qenë në qendër të vëmendjes, për mi dash qatë shumë dritat, zizat e mëdhaja, apo në realitet shpesh nuk është ashtu siç duket. Rrugtimi s'ka qenë i lehtë as pak, nuk ka qenë i lehtë as pak, për arsye se një herë për të arritur diçka një duhet të jesh shumë këmbgulës dhe punëtar, sepse talent ka shumë. Talent ka shumë më të mëdhej edhe se ne, domethënë mund të jetë edhe dirigent shumë më i mirë, pianist, kitarist, profesor më i mirë, shumë gjë mund t'i ketë, por nëse se ke punën dhe këmbëngulësinë, asnjëherë në jetë nuk mund të arrish. Pengesa ka pas, për arsye, pengesa më e madhe jona ka pas sepse ne nuk kemi pas hapësirë ku t'i tregojmë shumë aftësitë dhe ato talentin tonë. Sepse ka ekzistuar një shkollë muzike në Tetov ku kanë dominuar Maqedonë, domethënë dhe për shqiptarët ka qenë pak e mbyllur, dhe vetëm një shoqatë kulturo-artistike që e përmenda, e cila në atë periudhë ka pas 2 deri 3 aktivitete në vit. Nuk kemi pas siç kanë sot të rit mediume, rrjete sociale, hapësira të ndryshme ku të tregojnë aftësitë, kvalitetet e tyre. Edhe ne faktikisht ato pak mundësi kemi përdor, për ato pak mundësi kemi punu aq shumë, sa që ka pas raste kur kemi mund edhe të demoralizohemi dhe ta lamë. Mirë po, këmbëngulësia e madhe, do me thonë, edhe ajo se kemi desh t'jemi dikush njetë, arritëm që ti mbjetojmë këto pengesa, se këto kanë qenë pengesat e vetme. Jo se me kalimin e kohës dhe sa ma shumë të marrish përgjithësi, normal shtohen mandej dhe pengesat e tjera një jetë. Pengesa institucionale, pengesat politikës, ka ashtu, çdo herë ka pas dhe do ketë. Mirë po unë jom ashtë shumë shpirt luftarak, sa që dhe njerë s'kam hum pas njerë në beteja, po, dhe nuk edhe u hiki edhe si përgjigje, ke parazysh, se mendoj se e luaj rolin e viktimës, edhe as du ta bëj atë punë, se jam shumë i sinqert këtë rast, kom edhe një inas shqiptari, e koma, por si do që tjetë, deri tani, çdo gjë ka shku ashtu si që kam planifikuar, po problemet e pengesa ka pas. Po, ja që njën eliminu. Ja ka qenë pengesa ma e madhe që tje edhe sot e kujtojnë. E përmendje edhe pjesën kuj bashkitojnë, do me thonë me Maqedonë. A ka qenë edhe kjo pjesë e... Prindet tonë e kanë vujtë këtë shumë. Do me thonë, pushteti në Maqedoni ka qenë shumë i ashpër para viteve dhe gjatë viteve 90-ta. Do me thonë, derisa ka vitet 2000, fillojnë pak shqiptarët marrin disa të drejta dhe frymojnë pak ma lirshëm. Ne arritëm që, sa do kudo, mund të them lirisht që kemi arritë, ne shqiptarët e Maqedonisë, sa do kudo të bëhemi pak të barabartë me palën tjetër, pavarësisht rrethanave dhe situatave politike që ndrojnë. Por nuk është njëjtë si kanë jetuar shqiptarët përpara 2001-shit në Maqedoni dhe si jetojnë tash. Sa të drejta kanë pas atëherë, sa të drejta kanë tani. Prindët tanë kanë qenë në atë periudhë, dhe ato kanë bo sakrifica dhe shumë pengesa kanë pas. Mbas 2000-shës, jo se nes kemi pas pengesa, po kishte një periudhë kur haheshim mes vete, shqiptar me shqiptare, ke parasysh. Jo se vetëm duhet ta kërkojmë fajin te pala tjetër. Por sido që tjetë, pengesa ma e madhe e imja ka qenë, por edhe kolegëve të mi, sepse s'kemi pas institucione. Kjo ka qenë pengesa. Do me thonë, qëfar talentësh, qëfar profesionistës, ne s'kemi pas
do ta tregoj. Në Maqedoni është Filharmonia e Maqedonisë, është Teatri i Operës dhe Baletit, është Orkestra e Ushtrisë, është Big Band i Televizionit të Maqedonisë. Aty s'ka pas as 1% punësuar shqiptar. Ka qenë ansambli i këngëve dhe vallëve Tanec. Asnjë shqiptar i punësuar. Çdo qytet ka pas qendër për kulturë, bibliotek, muze. A ka pas as ka pas 1% shqiptar. A ka pengesë më e madhe se për ne njerëzit e artit që jemi marrë. Nuk e çoj unë në ato pengesat personale, se ato s'dua t'i bisedoj. Unë çdo herë shoh interesin kombëtar. Dhe tani kemi ne. Ne kemi ansambël të këngëve dhe vallëve popullore, kemi ansambël të muzikës serioze në Tetov, kemi teatro shqipe në çdo qytet shqiptar të Maqedonisë, kemi galeri artesh, kemi Institutin për Trashëgimi Kulturore, kemi shumë institucione, të cilët tash varet prej ne shqiptarëve sa do i mbajmë edhe mirë mbajmë, edhe si do të ju theqim. Nuk mund tani gishtin të orientojmë te pala tjetër. Dhe për këtë arsye unë ndjehem krenar se kam dhënë kontribut në themelimin e disa institucioneve që është pjesa më kryesore e jetës time artistike. Kjo është kryevepra ime në qoftë se mund të thuhet në rrugëtimin tim artistik, është themelimi i ansamblit këngëve dhe vallëve popullore dhe themelimi i ansamblit të muzikës serioze në Tetov. Do të thonë që e them me krenarin më të madhe. Dhe unë si artist, do të thonë kam qenë i detyruar të kyqem edhe në politikë. Po pikërisht edhe këto dashta me dalë. I detyruar politikën, ta them të drejtën se kam dashur asnjëherë. Do me thonë, jo se adhur. Do të qëllimi e juaj ka qenë me hinë politikë dhe me arrit qëllimin e juaj. Në qoftë se çështja shqiptare ka lëviz nga zeroje dhe ka ecë shumë të lartë, ajo fal politikës, se ne jemi mësuar politikën vetëm e shajmë. Po. Politika sa ka gjëra të mira, ka edhe gjëra të këqija, edhe kjo duhet të thotë. Mirë po është politika ajo e cila vendosen fatin e një popullit ose e orienton drejtimin e një popullit në një shtet. Unë kam qenë i detyruar edhe të kyqem në politikë dhe ja kam arrit qëllimit që nëpërmjet politikës faktikisht kam qenë drejtori që ja ka vëndu themelet, themelusi ansamblit këngëve dhe vallëve popullore në Shkup dhe themelusi drejtori që ja ka vëndu themelet ansamblit të muzikës serioze në Tetov. Edhe për këtë ndjem shumë krenar i gjithë ai bagazhi im, nga fëmijë 9 vjeçar, si fëmijë artist amator, deri në drejtor të këtyre institucioneve, domethënë ma ka përmbush edhe zemrën, edhe shpirtin. Faktikisht nuk ka shku huç asnjë gjë që e kam bë në rrugtimin tim, pa qofshin edhe ato edhe sakrificat familjare, pa qofshin edhe sakrificat personale, pa qofshin edhe ato demoralizimet, pa qofshin ato në përkëmzat, faktikisht më shpërbly. Edhe unë e foliat me shpirt të pëmbushur plot, sepse kam lanë diçka, të cilën do ta gëzojnë gjeneratat e reja, se nuk është bë për mua personalisht. Faktikisht unë kom qenë drejtor, tani nuk jam drejtor. Mirë po, atë do të gëzoj arti shqiptar, do të gëzoj populli shqiptar në Republikën e Maqedonisë. Profesor, tash e kuptoj edhe më thellë që jeni shpirt luftarak, që nuk dorëzohesh asnjëherë. Po një moment tjetër gjatë edhe njerë po du me thonë dritave të televizionit, daljeve të tua. A ka qenë ndonjë moment, po kjo po më interesant, me kolegë, me njerë të cilët kanë dashur nështë edhe me të rëzu këtë pjesë? Shive, çdo herë ka pengesa në jetë, faktikisht. Çdo profesioni ka, po çdo profesioni bota medias është e tillë. Po mundet te une, ne edhe nuk apo si e dorëzu edhe këtu asnjëherë? Jo, e para nuk jom dorëzu, mirë po edhe raportin e kam krijuar me kolegët dhe me shokët shumë miqësore kam. Okay. Ka pas, une sot me një shokun tim shumë ngusht, jemi rrit bashk, nuk flasim për një çështje politike. Okay. Jom i sinqert maksimum, po ne përsëri do të jemi shok. Sa herë drejt e puna e prishjes e miqësisë? Sepse punë politike. Ne jemi, do me thënë, kryenalt mund të jemi. Nuk thomë se ai ka fajt, unë i kom fajt, do me thënë. Se nuk e merrni një hapë të shumë. E marrim pa tjetër. Pas ka dashur sot një të dyve? Jo, të dyve hiç nuk ka. E kom ditë. Faji është çdo herë jetima, e ke parasysh. Për çështje, do me thënë, politike. Mirë po, ne bashkarisht kemi arrit shumë qëllime, kemi institucione. Edhe këtë duhet ta përmend, se duhet njeriu të jetë falenderues. Në qoftë se vulën këto dy institucione e mbajnë nga unë, ansambli i këngëve dhe vallëve popullore dhe ansambli i muzikës serioze, institucione shtetërore, paralele me ato Maqedon,
sigurisht që duhet ta falenderoj një person, i cili më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Është Faton Ahmeti. Besoj që do jetë politikan i së ardhmes në Maqedoni, mirë po duhet jem falenderues, sepse në qoftë se ka bërë luftë, kërkesa, ka pas pengesa, ai person ka qenë që më ka ndihmu dhe më ka thonë, mbasi ka pas pak edhe forcë politike, jeton ne këto institut, ti je profesionist, ti do i bësh këto institucione, se ne nuk dim t'i bëjmë. Mirë po, ne do të mbështesim, por për një gjë, aty do të hinë më të mirët, më kualitative. Dhe se thonë politika, sa e bën të këqija, ka edhe njerëz të mirë. Bëjnë edhe gjëra të mira, e ke parasysh. Nëse nuk e ke ti përkrahjen, nuk mund bësh kurrë. Vetëm nuk mund të mirë po, faktikisht, edhe rrethi, edhe shokët, edhe politikën ta bindim, normal që unë e them, unë se kom dash politikën asnjëherë. Po unë jam kyç në politikë për këto punë. Edhe ja kom arrit qëllimin. Shumë mirë. Dhe nuk e mshefi këtë e them. Ja kom arrit qëllimit. Dhe ne sot shqiptarët e Maqedonisë gëzojmë institucione kulturore. Ne tani nuk ka nevojë të lutim dëkënd të punësohet një valltar në Tanec se kemi ansamblin tonë. Ne s'kemi nevojë të lutim kërkënd të punësojmë në një violinist që mundet artistët shqiptar janë më të mirët në Maqedoni, punësohen në filharmoni ose në oper, se kemi ansamblin tonë muzikor. Institucione të cilët do të rriten dhe do të zhvillohen në të ardhmen. Dhe kjo është ajo puna që e kemi bone si fëmijë, andej, këndej, shoqata amatore, shoqate në incizime, në teatro, në kështu, për sot ne t'i gëzojmë këto institucione. Tetova, para 90-ave, përveç shoqatës Xheladin Zeqiri s'ka pas asgjë. Sot Tetova ka 2 universitete. Sot Tetova ka galeri të arteve, institucione shtetnore, jo lokale të qytetit, ministrie. Sot Tetova ka teatrin, teatr shtetnor, sot ku shqiptarë janë të punësum, sot Tetova ka muze, Tetova ka bibliotek, Tetova ka klub futbolli Shkëndija e cila çdo vjet luan në Liga Europiane, kemi luajtur edhe me Milanin e madh, Tetova ka klubin e voleybollit Shkëndija, Tetova ka elitën 5, krenarin shqiptare, si djem dhe fëmijë kanë filluar nga shoqata Xheladin Zeqiri, aty kanë filluar si gjithë ne, dhe mandej bëhen grup dhe vazhdojnë, domethënë. E shumë gjërat e tjera. Për atë arsye thom, kemi arrit një stat, kemi institucione, por tani këto institucionet varen nga ne, jo nga Maqedonë. Ne i ndërtojmë, ne i shkatrojmë. Besoj që jemi qartë. Po më bën përshtypje edhe një detaj tjetër, profesor, se ju as edhe një herë, as në media, as në postet e juaja, nuk o që jeni shprej kështu, domethënë nuk o që keni ndonë diçka si kjo. Po ishte intervistë më ndryshe, domethënë. Ishte sepse ti ndoqa intervistat, fakt e njerë thash, kom ardhur me kënaqësinë më të madhe, intervistat e para kur të ftonin si mysafir atëherë të kom ndjek, domethënë, mandej tash i pash edhe intervistat e tjera dhe këtu erdha pak me një dritë pak më ndryshe të dalë. Do me thanë me një... dhe nuk i kam, jo se i kam bo këto muhabete ose këto intervista. Çdo herë kam qenë i ftuar për ndonjë aktivitet, për ndonjë institucion, për ndonjë ngjarje. Mirë po që ja është emisioni i parë që i shpreh këto. Shumë e bukur. Emisioni i parë, mbasi du ta respektoj edhe karakterin e emisionit. Faleminderit. Profesor, e përmendje atë mikun që nuk flisni më, po sot a ke meç, a ke njerë që ti beson? Po flasim për meqin, profesor. Nuk flasim, është çështje egosh, e ke parasysh. Egosh, jo se... A ke sot meq? Miq kam, qatë shumë miq kam, do me thanë, atë ma ka mundësu paraqitja, respekti që e kom da jetë, puna e shumë të tjerë, sa që njëherë, vetëm një detalj do të tregoj, në qoftë se une jetoj me një cep qytetit, punën e kom në cepin tjetër qytetit, ka një 4-5 kilometra. Dhe kur është koha e mirë, unë nuk shkojnë punë me vetur. Nuk shkojnë kam, se nuk është palesa. Dhe më vjen shumë herë, më vjen që ta kapjat minutën e fundit punës, për arsye se ndale me shumë njerëz rrugës, se nuk e thonë për lavdat. Jo, e besaj. Në qoftë se unë e njoh 70% qytetit, qyteti mund të më njeh mu 100%. E para, sepse shumë vite jam në skenë dhe jap kontribut për atë qytetin, dhe e dyta, nga vetë lidhja ime me shoqatën Xheladin Zeqiri, nuk ka familje tetovare që në të kalumen nuk ka pas antar, dhe në të tashmen nuk ka antar. Dhe dush je i lidhun ti. E dyta, unë kam qenë edhe themelus, edhe drejtor artistik i 2 festivaleve më të mëdha në Tetov që ndodhin. Është vera e kulturës tetovare, është edhe Tetova Feston Nëntorin.
për të cilën ndjejmë krenar, tani ndryshojnë pushtetet, ato i vazhdojnë këto festivale dhe është shumë mirë është ajo, domethënë. Sidoqoftë ju e keni shtyr rrugën. Edhe kështu edhe duhet tjetë, nuk mund diçka tjetë i lidhur vetë për një person. Folimet një gjojmë, domethënë, ka gjenerata të reja që janë më të mira se ne. Unë një gjë e them. Ju mund t'jeni shumë më të mirë, guximin tonë se keni. Sepse do rrezikojsh me një, do dështosh edhe ne mund kemi dështuar jetë, nuk mundet atë rrugën nuk e kemi thash shtrume me lule, do dështosh, po përsëri do ngritesh, do ringritesh, do bëhesh më i fortë. E në unë nxënësve të mi nëse vetëm nuk mundi me zemrën time të ta jap ty, se ti e ke tanden. Ti je më i talentuar se unë, apo më i mirë se unë je. Sa e bukur që i motivon të tjerët? Po patjetër, domethënë, atë kom pikë shumë të fortë motivimin. Gjitha këto vite, gjithçka që keni bërë, tregom se çka të dha Tetova aty. Jesh shumë i sinqert. Tetova më ka dhënë një respekt shumë të madh. Ajo më duhet kur çdo tjetër. Respektin e ndjej. E ndjej respektin sepse kur bëj ndonjë organizim, gjithë ato njerëz më vinë e nuk përgjigjen ftesave të mia. Domethënë, kjo është mbi të gjitha, respekti dhe dashuria. Gjërat të tjera janë kaluese krejt. Për atë arsye jam edhe i lidhur shumë me qytetin tim. Sepse për shembull, në qoftë se nuk e kisha edhe përkrahjen dhe respektin e qytetarëve, pas politika pse duhet të ndihmon? E ke qartë, do të shohin se ku i ndihmojnë, shohin se kë e afrojnë, nuk mundet ashtu të ndodhe. Dhe këtë e ndjej unë. Domethënë e ndjej sepse tani u bë edhe shumë gjatë që punoj edhe në arsim. Kam nxjerrë të 20 gjenerata, pavarësisht se në shkollë muzikës e kam vendin e punës, po unë një periudhë kam qenë shkup në ansambël, një periudhë kam qenë te shkolla muzikës shkup, një periudhë kam qenë drejtor në ansamblit muzikor Tetov, kam qenë i lidhur ngushtë me drejtori i kulturës komunë Tetovës, si i angazhuar jashtë 8 vjet, ke parasysh, dhe dush ke nxjerrë shumë gjenerata, ke taku shumë njerëz, ke pas punë me të gjithë. Dhe nuk ndodhen që domethënë ato miqësitë dhe lidhjet mos i kem ti ruaj, dhe ja që sot kanë filluar ish nxënësit e mi martohen, fejohen, lindin fëmijë, më ftojnë. Sa bukur, shumë e bukur. Edhe ato lidhjet i kemi mbajt. Por ne vetë se kemi dalë edhe jashtë kornizave të Tetovës. Faktikisht edhe shoqata, por edhe unë faktikisht kemi prezantuar edhe shqiptarët e Maqedonisë në shumë festivale edhe evropiane. Vetëm 2 vitet e fundit kemi marrë pjesë në Gjermani, në Francë, në festivale me renome, në Bosnjë, në Zvicër, vitin e kaluar ishim në Sicili, të Arbreshët, e shumë vendet e tjera të cilët nuk mund t'i kujtoj, dhe kur naftojnë si përfaqësues të shqiptarëve të Maqedonisë, nuk naftojnë si përfaqësues të qytetit të Tetovës, se tash fal Zotit, nëpërmjet rrjeteve sociale ose mediumeve të ndjekin çdo kund në botë. Tash më e lehtë është bë. Çdo kund të ndjekin. Nëse ti don ta dish se kush është jetoni, kush është Labinati, shumë shpejt i marrish informacionet dhe e dish se me kë ke punë. Njëjtë ndodh edhe me aktivitetet tona, njëjtë ndodh edhe me institucionet të cilët ne i udhëheqim. Sepse ka edhe një gjë tjetër. Në këtë shoqatë, të cilën e përmendi çdo herë, më e përmendi, sepse aty jemi të lidhur. Aty gjyshi im, në gjatë Pustina ka qenë poet i seksionit të letërsisë. Gjyshja im ka qenë antare e kryesisë. Baba im ka qenë, këto janë të ndjerë krejt, aktor amator dhe valltar. Nana ime ka qenë valltare e shoqatës Xhahetin Zeqiri. Axha im ka qenë antari i kryesisë. Nusja Axhës ka qenë antare e korit. E tër familja kemi qenë aty, edhe ky rjet, ky respekt, domethënë, kjo njohuri nuk është bë se sot unë e bona diçka. Kjo është shumë vite më herët kur s'kam qenë i lindur edhe unë. Profesor, ju e dini që janë minutazhat e televizionit. Për mua sonte ka qenë shumë kënaqësi e madhe që kem. Mu më vjen shumë zor edhe keq që ndoshta pak kemi mundu për me marrë prej Tetovës, po për mua ka qenë edhe më e rëndësishme me të pas në këtë rrugë mediatik edhe juve në thuhet. Për mua gjithmonë kënaqësi e madhe dhe kur isha postet e juja, kur shoh sukseset e juja, por para gjithash me dal këto, më lejo me të falenderoj jo vetëm po gjithë shqiptarët që jetojnë në Tetovë për gjithë kontributin që kanë dhënë Karshinjeve, e që na kur nuk kemi mujtë ndoshta më kthyn çat formë, jam shumë falënderues. Labi, unë ko marrë me kënaqësinë më të madhe, tash e kemi edhe autostradën Arben Xhaferi,
ma shpejt mërim Prishtinë se sa në strokë. Nësa herë që dhe në ftoni, ne do vim me knacin më të madhe. Faleminderit shumë edhe njerë. Profesor, faleminderit edhe njerë dhe të uroj shumë suksese dhe shëndet kish. Faleminderit. Atëherë të dashur miq, besoj që ju pëlqeu bashkëbiseda jonë. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.